Te emri i Zotit në Kur'an, germa e parë është e dhe nuk është a, Allah. Nuk mund ta gjeni një teolog, një hoxhë, qoftë shqiptar, qoftë rus, qoftë tërbesh, rom, turk, sirian, egjiptas, që mund t'ju thot ndryshe nga kjo që unë asjeli. Askush ju betohem në Zotin e shqiptarve, nuk do me thonë se germa e parë të emri i Zotit nuk është elif. Unë tani kam një mision tjetër, mi marë në mbrojtje hoxhallarët, sepse janë viktimat shejtanëve që rrinë në për xhamia, të cilët ju bojnë presion hoxhallarëve me mbajt mashtrimin të shqiptarët në emër të namazit të sultanit. Unë i bëj thirrje ilahit Zotit shqiptarëve, të shtoj numrin ton mbi këtë numër dhe të përhapemi gjithandej, ku janë shqiptarët dhe frymojnë shqip në këtë rrugë të ndriçuar nga ilahi. Qofshim të gjithë shqiptarët në strehimin e ilahit, në rrugën e dritës së vërtet, në rrugën e imamit të shqiptarëve, Tim Shkupi.